zinxhirit këqijave që po I bënë këtij vendi nuk kanë fund. Merrni pak revoltën qytetare. Çfarë qëndron në bazë? Në bazë të saj qëndron pas gjithash mungesa absolute e transparencës. Zero transparencë. Në një aferë e cila siç e shihni është bërë botërore. Botërore. Si ka mundësi që asnjë deputet, asnjë qytetar I Vlorës apo I Shqipërisë nuk din absolutisht asgjë për këtë investim disa miliardësh. Por le të marrim pak nga ana qeveritare, shtetërore. Kur një qeveri pranon një projekt ide të një investitori të huaj, nuk mund t'jap kur leje zhvillimi pa qartësuar pronësinë në çdo metër katror. Dhe çfarë del tani qartësimi I pronësisë? Nga koskat mafioze, si Alket Hyseni, Pirin Ndreu. Po, se shkote, të mu ty. Atë kujtohet kur dilte thoshte, ka ardhë Gjoni nga Mirdita, dëgjoj këtu. Ka ardhë Gjoni nga Mirdita, thoshte ne I ka marrë kaq hektar në Karaburun. Ja kush I ka ja cilë është Gjoni nga Mirdita, është Pirini nga Lezhë, është Agaçi nga Berati. Po, mos I fare, ta themun ty, shko e gjaj, shko të Plum Petriti pak, me rubete. Pra na edhe, ja, dalin këto, pse nuk I bëni, pse I fshini këto ju? Kur një qeveri vendos për të mbështetur një investim në një zonë të mbrojtur, qeveria shpall parimet mbi të cilat e bazon mbështetjen. Dhe ato parime janë të stipulosura në direktivën e Komisionit Evropian Natura 2000 dhe pastaj në direktiva që kanë ardhur në vite. A ka një zotim? A keni pa ju në një studim të mjedisit, në një studim strategjik të mjedisit? Zero keni pa. S'ka transparent, zero. Keni pa ju një direktiv? Qa do nërtohet atë? Sa katësh do jenë ato që nërtohet? Me qëfar materiali do nërtohet? Qëfar habitati do preket? Si ky habitat do kompensohet? Dhe a lejohet apo s'lejohet nga direktiva Natura 2000? Se në qoftë se lejohet, absolutisht do t'i vesh drynat Brukselit se nuk pranohesh, sepse pasuria natyrore e njërit vend është pasuria e Europës. Zonat e mbrojtura të një vendi janë për vendin, por për mbarë Europën. Dhe ato ka një ligj shumë të fortë. Ku I keni këto ju? Asnjë, zero. Deklaroj se është bërë një konsult me profesor, me akademik, me ekspert. Dakor, nuk them që s'është bërë, mund t'jetë bërë. Po e dini ju që krahas profesorëve, krahas akademikëve, janë dhe ca tjerë aty që kanë Akademinë e Shekujve, janë ca banor aty, janë ca fshatarë, që I kanë mjell rëj për rëj ato ulli, që I kanë mjell rëj për rëj ato bache, që kanë djersën, kanë kockat e njerëzve të tyre.
Pa di me qarë keni fol ju me tha. Po turpi me mamur. Ju keni fol me tela me gjemba. Ata u gdhi një ditë dhe pan vetën të rrethur me tela me gjemba. Njerin për i tyre ndëgjova të thot të këthoshte se unë i shkruajta një letër ish kryeminist Sali Berisha dhe më thej përgjigje. Se formularët e 7500 nishit nuk mbi bazë dhe tyre nuk la dhanë pronën, nuk la dhanë tokën në pronësi. Kush e ka ndalu atë? Mafja! Si mund të ndalohet? Si nuk mund të jipet toka në pronësi ati i cili ligji a jep? Të gjitha këto pra i shumëzuhet me zero. Dhe në fund, skema ju akuzoni se i keni shumë bashku. Këta i ka fut greku, këta i ka fut rusi, këta e një të çmendur apo jo se luft hibride, luft e tillë, luft e tillë. Mafje dhe vetëm mafje jeni. Një lloj si Beogradi. Po, ata ajo që ndodhë në Beograd, po ndodhë në Shqipëri. Që keshit ju? Pse kjo munges totale transparence? O, zotëri, këtu janë këto probleme pronësie. Prit të zgjidh këto, pastaj. O, zotëri, edhe o shqiptar, do t'investoj, po nuk do nërtoj ndërtes mi 1 kata, 2 kata, apo 3 kata. Sa është? O, shqiptar, kjo do jetë zonë hotelera, po rezidenciale. Kjo do sjellë këto asë një gjë të tillë. Sikur e ka pronë të vetën ai. Që po merë gjipen, po vjell gjipen 220.000 metër katror, një nga kanjonet më të bukura në botë. E nga mos revoltohen qytetarë, kanë 100% të drejtë. Mirë kuptojnë plotësinë revolt e tyre. Po. Dhe ndaloni me njëherë kundërmitingjet, sepse do të keni gjithë pasojat. Ja ku e kam këtu, ceremoninë e ndarjes pallaskave të krimit, eksponentët të krimit socialist në Vlorë. Këtu i kam. Këtu. E keni bërë atë. Mos gënjeni. Nuk po shkoni. Unë e di që, pse të themu ty, më falë një minutë. Që ti mbrapa i fut thika ati, shkoni në China Club në Berlin, edhe çfarë u thonë muret aty. Po që këtu të kun, këtu del ti si me qenë, si mbrojnë si me i flakti ti, atë e di mirun. U luzi, ta them unë ty, se thika që i fut atë, edhe ty ti ka fut atë thika në fakt. Po. Ju shkaktoni smundje të rënda kardiovaskulare, ju shkaktoni autizëm, ju shkaktoni depresion. Nuk ndodh kjo. Ne jemi për respektimin absolutisht të orientimit të gjithë secilit pa të që ndjehet. Edhe nuk lëvizim nga kjo, po të stimulosh të është atakit të mërshëm identitet dhe u bëj thirrje prindërve të denoncojnë me forcën më të madhe këto akte ndaj fëmijëve të tyre. Këto akte të një perversiteti absolut,
të një dami dhe kërcënimi të madh të shtetit të fëmijëve. Hajde merri pak, shifi, se çfarë sjell detronizimi pasaj, se çfarë pasoja është psikologjike, kur pendohen, sepse ju jepni hormonet e një seksit tjetër dhe krijoni problemet më të mëdha. Zoti Balla, keni fjalën të përgatitet.